Ministrja në detyrë drejtësisë dhe njëherë është kandidatja e vetëvendosjes për krye parlamentare e cila ka dështuar 19 herë radhazi për të marrë postin, Albulena Haxhiu, ka folur sërish sot për mediat, e propozuara nga radhët e VV-s për kryetare të kuvendit, është pyetur rreth ambicieve të kryetarit të nismës socialdemokrate për të marrë postin e të parit të organit më të lartë legjislativ, gjë që u pranua ditën e dieshme në një intervistë nga kryeministri Albin Kurti. Haxhiu para mediave deklaroi se që e drejta për të propozuar kryetarin e kuvendit i takon partisë së parë dhe këtë ajo e cilësoi si mishërim i vullnetit të popullit. Nëse ne ndërtojmë një standard tjetër ku dikush tjetër na cakton neve emrat apo dikush tjetër ka kërkesa për të qenë në këtë pozicion, unë mendoj që ne nuk po e mishërojmë vullnetin e popullit. Vetëvendosja ka dalë subjekti i parë me 48 deputet, prandaj ne po e deformojmë këtë. Por edhe nëse vazhdojmë me preferenca, siç po do opozita, atëherë sot do ta kemi një kryetar që i pëlqen opozitës dhe nën kryetar që i pëlqejnë pozitës, por ne nuk jemi këtu për t'i pëlqyer njëri tjetrit, ne jemi parti politike, duhet të sillemi sipas rregullave kushtetuese. Më tej, Albulena Haxhiu foli edhe rreth propozimeve të partive të tjera për kandidat konsensual për postin e kryeparlamentarit. Ajo deklaroi se nuk jemi këtu për t'i pëlqyer njëri tjetrit. Për lëvizjen vetëvendosja është e qartë se çka do. Lëvizja vetëvendosje do që të konstituohet Kuvendi i Kosovës dhe më pas që të vazhdojmë me hapat e tjerë për formimin e qeverisë dhe siç e dini mandatari jon Kurti ka 15 ditë pastaj në dispozicion që do të votohet qeveria e Kosovës. S'është e qartë se çfarë do opozita, në vazhdim si kanë qëndrime të ndryshme, është e qartë që ata kanë preferenca, kanë emra të përveçëm, ne bazohemi në të drejta kushtetuese dhe të drejtat kushtetuese vlen më shumë se çdo gjë tjetër. I takon vetëvendosjes që të bëj propozimin për kryetar të kuvendit, theksoi Albulena Haxhiu.